Seanca e sotme është e fokusuar në shqyrtimin e zbatimit të rekomandimeve të Kuvendit për vitin 2025 dhe në miratimin e rekomandimeve për vitin 2026 për 9 institucionet pavarura kushtetuese ose të krijuara me ligj, siç janë KQZ-ja, ILDKPI-ja, Banka e Shqipërisë, AMF-ja, Instituti i Statistikave, AKEP-i, ERE, ERU, AMA dhe RTS. Këto institucione kanë detyrimin të raportojnë të paktën një herë në vit para Kuvendit, ndërsa ne kemi përgjegjësinë kushtetuese të vlerësojmë veprimtarinë e tyre dhe të përcaktojmë prioritetet e mbikëqyrjes për vitet në vijim. Institucionet e pavarura që raportojnë në Kuvend nuk varen nga ekzekutivi. Kushtetuta dhe ligji ja besojnë Kuvendit përgjegjësinë për krijimin, funksionimin dhe mbikëqyrjen e tyre. Kjo është një nga përgjegjësitë më të rëndësishme të parlamentit tonë. Janë bërë hapa përpara në këtë drejtim, por ende jemi larg standardeve që kërkon një mbikëqyrje moderne dhe efektive. Roli i këtyre institucioneve është i pazvendësueshëm. Ato ndikojnë drejt për drejt në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, në cilësinë e shërbimeve publike dhe në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit. Pikërisht për këtë arsye Kuvendi duhet ta ushtrojë me seriozitet përgjegjësinë e tij mbikëqyrëse. Pyetja që shtrohet sot nuk është nëse këto institucione ekzistojnë dhe funksionojnë normalisht, por sa efektiv është roli i tyre dhe sa ndikojnë realisht në zbatimin e politikave publike. Raportet vjetore, monitorimi i rekomandimeve të Kuvendit, vlerësimet e Bashkimit Evropian, si dhe kontributet e shoqërisë civile tregojnë se ende ka mangësi në performancë, në nivelin e transparencës dhe sidomos të llogaridhënies. Pikërisht për këtë arsye, procesi i raportimit dhe i mbikëqyrjes nuk duhet parë si një formalitet, por si një instrument për përmirësimin e veprimtarisë së tyre. Mbështetja që Kuvendi u ka dhënë ndër vite ka ndihmuar në konsolidimin e këtyre institucioneve. Tashmë është koha të kërkojmë më shumë rezultate, më shumë përgjegjësi dhe një rol më aktiv në përmbushjen e interesit publik. Në këtë kuadër dëshiroj të ndaj disa reflektime. Së pari, pavarësia institucionale dhe autonomia fiskale e funksionale janë themeli mbi të cilën ndërtohet veprimtaria e këtyre institucioneve. Ato nuk përbëjnë privilegj, por garanci për ushtrimin e paanshëm dhe profesional të kompetencave. Por po aq e vërtet është se pavarësia nuk mund të interpretohet si mungesë llogaridhënie. Përkundrazi, sa më e madhe pavarësia, aq më i lartë duhet të jetë standardi i transparencës, i integritetit dhe i performancës së tyre. Pavarësia dhe llogaridhënia nuk janë koncepte që kundërshtojnë njëra tjetrën. Ato plotësojnë dhe forcojnë njëra tjetrën. Kjo duhet të jetë filozofia që udhëheq marrëdhënien ndërmjet Kuvendit dhe institucioneve të pavarura. Respekti për autonominë e tyre, por njëkohësisht kërkesa e vazhdueshme për llogaridhënie, transparencë, dialog institucional dhe përgjegjësi. Së dyti, shumë prej reagimeve dhe kritikave publike qytetare sot burojnë pikërisht nga pakënaqësia ndaj cilësisë së shërbimeve publike dhe rezultatet edhe të këtyre institucioneve. Prandaj ky debat nuk është një debat rutinë mbi raportet vjetore. Së paku nuk duhet të jetë i tillë. Është një debat mbi besimin e qytetarëve tek këto institucione, sepse qytetarët nuk na gjykojnë nga sa raporte dëgjojmë në seancat tona në komisione, por nga sa funksionojnë realisht institucionet që ne mbikëqyrin, se sa ato kanë në fokus shqetësimet konkrete të qytetarëve. Së treti, procesi i integrimit evropian nuk varet vetëm nga qeveria. Një pjesë e rëndësishme e detyrimeve që lidhen pikërisht me funksionimin e këtyre institucioneve të pavarura. Sfida nuk është vetëm për afrimi i legjislacionit apo ngritja e institucioneve, por aftësia e tyre për të zbatuar standardet europiane në praktikën e përditshme. Së katërti, matja e performancës nuk duhet parë si kritik ndaj institucioneve, por si instrument zhvillimi. Raportimi nuk është qëllim në vetvete. Llogaridhënia është qëllimi. Për këtë arsye, ndryshimet në rregulloren e Kuvendit synojnë ta kthejnë mbikëqyrjen parlamentare nga një proces formal në një proces të bazuar llogaridhënie mbi rezultate. Kjo kërkon objektiva të matshëm, tregues të qartë performance, monitorim periodik dhe masa korrigjuese kur është e nevojshme. Kjo nuk kupton ndërtimin e treguesve kyç të performancës, vendosjen e objektivave të matshëm, raportimin periodik mbi progresin dhe kur është e nevojshme, hartimin e planeve konkrete për zbatimin e rekomandimeve. Është mënyra për të zhvendosur fokusin nga pyetja. Çfarë kemi bërë tek pyetja shumë e rëndësishme? Çfarë kemi arritur? Vendosja e treguesve të performancës, një gjë për cilën ne po insistojmë në rekomandimet e këtij viti, nuk cënon as pak
pavarësinë institucionale të institucioneve. Përkundrazi, e bën kontrollin parlamentar më objektiv, më transparent dhe më të dobishëm. Së pesi, një sfidë tjetër është transformimi digital. Nga raportimet rezulton se një pjesë e institucioneve janë ende larg standardeve që kërkon kjo fushë. Digitalizimi nuk është vetëm teknologji, ai është një mënyrë e re për të administruar institucionet mbi bazën e të dhënave, për të rritur transparencën, për të përdorur më mirë burimet dhe për të matur objektivisht performancën. Kjo duhet zërë një vend më të rëndësishëm edhe në rekomandimet tona, buxhetimin e tyre dhe mbikëqyrjen periodike parlamentare. Dhe së gjashti, meriton vëmendje dhe bashkëpunimi ndër institucional. Institucionet kushtetuese nuk forcohen duke vepruar të izoluara, por përmes dialogut dhe koordinimit. Bashkëpunimi nuk kufizohet te marrëveshjet apo shkëmbimi i informacionit. Ai nënkupton ndërtimin e objektivave të përbashkëta dhe koordinimin e veprimeve në funksion të interesit publik. Në vlerësimin tim, kjo është një tjetër pikë e dobët në funksionimin e institucioneve të pavarura. Ndoshta ka ardhur koha që krahas rezultateve për secilin institucion, Kuvendi të zhvillojë periodikisht edhe një analizë të koordinimit ndërinstitucional dhe të sfidave të përbashkëta, duke prodhuar edhe rezoluta me rekomandime të njëjta që synojnë pikërisht të gjë për fusha të përbashkëta, bashkëpunimin dhe koordinimin ndërinstitucional në fushën përkatëse. Të nderuar kolegë, kontrolli parlamentar nuk është një procedurë burokratike. Ai është një nga mekanizmat themelor të demokracisë kushtetuese. Raportimet vjetore nuk duhet mbeten një ushtrim formal. Për shumë vite ky proces ka vojtur nga formalizmi, raporte që lexohen, rekomandime që përsëriten dhe ndjekje të pamjaftueshme të zbatimit të tyre dhe sidomos kjo e fundit. Nëse rekomandimet e Kuvendit mbeten vetëm në letër, atëherë ne nuk po ushtrojmë mbikëqyrje reale, po prodhojmë thjesht dokumenta parlamentare. Pikërisht këtë duhet të synojmë të ndryshojmë. Nëse kërkojmë që këto institucione të maten për performancën e tyre, edhe Kuvendi vet duhet të matet me cilësinë e mbikëqyrjes parlamentare që ai ushtron. Komisioni ynë nuk ka synuar të vlerësojë performancën sektoriale të institucioneve. Kjo është përgjegjësi e komisioneve të fushës dhe për ne kjo është shumë e qartë. Ne kemi qenë të fokusuar kryesisht në kontrollin parlamentar mbi zbatimin e rekomandimeve të Kuvendit dhe në ndërtimin e një mekanizmi të qëndrueshëm për monitorimin e tyre gjatë gjithë vitit. Në këtë proces, sigurisht, ne nuk po shpikim asnjë gjë të re, po bëjmë thjesht atë që çdo parlament funksional bën, ndjek zbatimin e vendimeve të veta. Dhe kjo është pika ku duhet të jemi të sinqertë me vetveten. Një kuvend që nuk ndjek zbatimin e vendimeve të tij, në fakt dobëson vetë rolin e tij kushtetues. Ne nuk po mjaftohemi vetëm të dëgjojmë se rekomandimet janë zbatuar. Ne kërkojmë të dimë nëse ato kanë prodhuar ndryshime reale, nëse kanë përmirësuar funksionimin e institucioneve dhe nëse janë reflektuar në mbrojtjen e interesit publik. Sepse në fund të fundit, matësi më i rëndësishëm i çdo institucioni publik nuk është raporti që paraqitet para Kuvendit, por besimi që qytetarët kanë tek ai institucion. Dhe ky besim nuk ndërtohet me deklarata, ai ndërtohet me rezultate, me transparencë, me llogaridhënie dhe me një Kuvend që ushtron një kontroll parlamentar real, efektiv, të vazhdueshëm dhe kryesorja të matshëm. Faleminderit.